Shumë persona mendojnë se mjafton të bësh testin e glukozës për të parë sheqerin e gjak, por në fakt realisht nuk është kështu. Shumë persona pasi bëjnë testin e glukozës, mjeku kërkon të bëjnë sërish HbA1c. Pse mendoni vallë? Sepse testi i glukozës tregon nivelin e sheqerit në gjak në momentin që kryejmë analizën. Ndërsa HbA1c-ja tregon nivelin e sheqerit në gjak për 2-3 muajt e fundit. Pra, edhe nëse testi i glukozës del normale ditën që e testoni, HbA1c-ja do ju tregojë që trupi juaj përmban sheqer për javë të tëra. Prandaj mjekët e kërkojnë këtë analizë për të parë, jo vetëm se si jeni ju sot, por si ka qenë trupi juaj dhe sheqeri në rreth 2-3 muajve të fundit. Është një analizë shumë e rëndësishme për të kuptuar nivelin e sheqerit në gjak. Nëse ju pëlqen këtë video dhe dëshironi më video të tjera, ju lutem më bëni follow dhe subscribe në kanalin tim. Të jeni mirë.